Nëse po bëni gati për të shkuar një udhëtim me 4 putroshin tuaj, do t'ju duhen disa produkte me vete. Mi gjë është e sigurt që valixha e ti do jetë më e madhe se e juaja. Çfarë do na duhet, Surjan? Një pas dhëmbësh, një furçë dhëmbësh, Një SPF 50, një antiparazitar, do na duhet gjithashtu ushqim. Di që duhen edhe disa pije hidratuese. dhe shumë dashuri. Por këshilla nuk japim ne të dy. Asnjëri nga ne ende nuk ka një 4 putrosh të shtëpi për fat të keq, por kemi Franceskon që sot është këtu me Puma. Francesco, mirë se vjen, shumë ne si të kemi përsëri. Përshëndetje Puma. Opa! Edhe Puma ju përshëndet. Wow, Puma kaq. Bravo. në formë sot. Puma, të gjitha këto janë Pumës, apo jo? Po. Të gjitha Edhe pak shtriu këto. Shtriu. produktet që do shërbejnë për të marrë me vete në një udhëtim sa ditor. Unë kam sjell gjëra për një udhëtim një javor. Një javor. E nisim prej këtu. E nisim prej këtu. Unë e filloj udhëtimin duke marrë këtë gjën për ta ruajtur qenushin tim në atë liçenin, në atë parkun atje, nga mushkonjat dhe sidomos nga më e frikshmja që është mushkonja e leishmaniozës apo jo. Dhe Puma duhet që të preket nga ajo dhe ne marrim gjën që Pumës janë ban larg këtë mushkonjën. Është kjo si sensore, ke parasysh dhe mushkonja nuk afrohet ku qeni e kanë qaf këtë produkt që quhet Foresta. Edhe Dhe për çfarë shërben? Kjo është për 8 muaj, është waterproof dhe nuk lejon asnjë mushkonjë, asnjë rriqen, asnjë parazit që t'i afrohet qenushit. Pra pushime mal dhe det. Pushime mal dhe det, Puma mund të futet ku të doj, they're safe. Do është i sigurt. Çdo muaj ne përdorim tabletën Next Garden për t'i mbajtur larg parazitet e brendshëm dhe t'jashtëm të lëkurës. Domethënë, ai kërpushi siç e quajmë në shqiptarët ose morri kur e pickon qenushin, nuk harin dot t'ja hedhë atë bështymën e mikrobit që t'i lej baktere sepse e mbron Next Garden Spectra. Super, antiparazitar pra, që 4 putroshit dhe jetë shëndetësor. Janë dy gjëra që unë individualisht i kam qik merak. Ato janë 2 tasa të ushqimit, sepse atje ku do shkojmë të na duhet dhe ujë. Edhe ujë. Ushqim dhe ujë. Neve marrim me vete kokrat e Pumës, që janë me mish dreri dhe pa gluten, pa drithra, sepse Puma tashmë është në një dietë strikte, dhe ky ushqimi është pa gluten, është me mish dreri dhe me oriz. Ky i bën mirë për kockat, i bën mirë për qimet, i bën mirë për stomakun, është sensitiv, do me thënë ka tretje më të mirë, dhe përveç kësaj, unë i marrë dhe një gjë tjetër që është e veçantë, nuk e di a keni dëgjuar ndonjëherë, një konserv me insekte. Burim 96% i proteinave. Dhe kjo për mendimin tim është më perla dhe unë të jap live sot këtë gjën. Është me insekte, vetëm me insekte. Që ta kesh. Dhe po që ta kem për më Po bëjmë sikur këtu e kemi sjell Pumën me pushime. Kalojmë tek gjërat më të rëndësishme, që është letra e lagur. Është me kloreksidin, pa alkool. Klorexidina është disinfektues si petadin. Pra nuk mund të përdoren letrat lagura të zakonshme që përdorin për njerëzit të 4 putrosh. Të e përdorin për syt, për veshët, për trupin, gjatë kohës kur ne kthehemi nga xhira. Kemi çantën e Pumës, kur unë marr një libër dhe të gjitha këto gjërat. Dhe lexon Puma? E lexoj unë. Kemi një çantë që kjo nuk na zëvon balë. Ja, s'është e vogël. Dhe shi çfarë do ndodh? Jo, nuk është e vogël. Nuk është e vogël? Është e madhe. Mos u gënje. Është diçka do ndodh aty. Do ndodhi diçka. Do ndodh diçka Puma, apo jo Puma? Sa herë që... Okej. Shi. Po kjo qenë ka dhe për plazh, për ne? Po, edhe për plazh mund ta përdorim. Ne kemi meçi. Po, je kombinuar. Pra këshill shumë e mirë për kudo që do t'i marrë 4 putrosh në vetë. Kjo është nga Hunter. Është best, është the best. Kemi edhe këtë. Po kur ti pa i marrë më të mirën Pumës? Kjo s'ndodh as edhe një herë vetë. Kjo është kjo gjëja. Mund ta... Po sigurisht që po. Hajde Puma. Hajde Puma. Apo jo Puma. Ullu Puma. Wow. Bravo. Dhe kështu Puma bën plazh, apo jo? Po, kemi edhe këtë çantën që ne fusim. Keni nevojë të paguani shezlon. Snacksat. Të gjitha produktet, i fusim te kjo çantë. Do bëjmë rëmuj atje. Këtu fusim telefonin tim dhe për bukuri, gati për plazh, gati për detin jon.
bashkë me Pumën. Keni nisur nga frekuentimi breakdancit të dyju? Jo, jemi të Mali për momente, se është pranë verë. Po fillojmë, jemi... Dhe besoj nga muaj tjetër. Nga muaj tjetër, pa tjetër që do jemi në plazh. Puma ka atë gjën që... Tu do dalim tani, me si po pres ta ekzekutoj si veprim. Publik i dashur, mendim regjis, këtu kemi një furçë dhëmbësh, këtu kemi edhe një pas dhëmbësh, po më duket vetja si nga ata çuna që reklamojnë produkte e dhëmbëve të higjienën orale, por do kujdesemi për Pumën sot. Mund të ekzekutojmë një larje dhëmbësh live. Hajde Puma. Puma, shko tek Francesco. Te Francesco, do shkoj dhe unë mendim regjis. Tani, Surian, neve kemi këtë që te kemi praktike, do t'a fusësh të gishti. Okej, ta marrë tjetër apo të? Merë këtë duash ti. Okej. Hajde pak këtu ti, ullu, bravo, aty rri. Rri Puma, tani, lëm këtë, e si e bëjmë ne me... Hape, si që bënë për vetën tënde. Si që bënë për vetën, Syri, një të bësh edhe për Pumën. Super pare. Të lutem të regohu Pumës do t'i shumë pëlqej, gentil me sepse ajo është për qenush. Unë do t'i hapë dhëmbët Pumës. Okej, Suriani do laj dhëmbët e Pumës. Kujdes, jem pak më gentil, Syri, se nuk po i pëlqen Pumës. Jo, po i pëlqen Pumës. Puma, mos e ka përdi. Absolutisht, ja sa bukur. Sa bukur. Puma shife. A ka pak më të bukur të t'lej Suriani dhëmbët? Jo. Puma jeme pat, apo jo? Qfarë goce Puma? Jo, mos e konsum, mos e kalë për shpatë. Pra, publik i dashur, paka shumë është një mënyrë për demonstruar se si mund t'i lajnë dhëmbët një 4 putrosh. Unë nuk jam se Selasi s'ka patur. Apo jo? Konfirmo. O, kënaq, mirë. Tani mund t'a mbash atë, tani është radha ime. Hajde, Albandrohemi. Tani, ja sa po të vi Suriani këtu me njerë, të mundohet ta shioj këtë moment që sa po bëri. Po mund të rahatohesh aty ndërkohë që ne bëhemi gati për t'i vendosur SPF-n, kremin e diellit. Shumë e rëndësishme. Tani sidomos kur koha nxehet, asfalti vlon, ajo është një mbrojtës, një krem dielli hidratus për putrat dhe nuk e lejon që të çajë, është vetëm për 4. Tani, pyetja që mua më ka bërë më shpesh, ja do vi aty më njëherë dhe do mundohemi ta themi së bashku, është se si vendoset një SPF, një krem dielli. Një SPF i vendoset të punë. Ma e pak dorën? Tjetrën. Jo, tjetrën. Mund t'ja vendosës. Tani, unë do ja vendosë tani, ja një moment vetëm. Se kemi të resë. Është të re, pa tjetër. Kemi setin veror tani. Opa, po vendosim SPF-n, jo nuk e lepim? Jo. Edhe sa mirë shëndron, si një super gocë. Sepse është e mësuar me këto produkte. Do ja vendosim edhe këmba tjetër? Mund t'ja vendosë. Hajde Puma dorën. Nuk u mërzit? Ja, fare. Okej. Tani. Bravo. Kash. Pra, SPF-ja, kremi mbrojtës nga dielli, vendoset tek putrat, për gjithë ju që keni pyetur një njërë sa e që Francesco është këtu. Sa kushton SPF-ja e... SPF-ja është 20 e ca, nga beda këtu të këtu. Okej, edhe të hunda. Pa, kur jemi në det. Apo jo Puma? Ku të shkoj? Hajde ikim bashkë se do... Jo, të lutem, rridhe pak. Do shkoj do prezentoj aty. Hajde Puma. Më duket se po kërkon gjën e saj më dashur. Që është? Është ajo Londra. Lodra. Do t'i japim më vonë. Do japim Lodrën më vonë. Mund t'i them që të marri dhe ajo e gjente qa. Hajde Puma. Po më vonë. Hajde Puma. Hajde lart. Apo jo Puma? Apo jo Puma. Bravo. Puma, konfirmon. Kemi elektrolitet ose Oralate që ne e përdorim, shife sa qefe ka, ne e përdorim gjithmonë kur shkojmë në plazh dhe gjatë kohës që nxefet pak, i hedh këtë dhe kjo është safe, është hidratuar, dhe është në rregull. Të pëlqen? Sa herë që Puma dhe unë trëmbë. Apo jo Puma? E duaj shumë sa s'ka ku të shkoj, thjesht sërish trëmbëm sa herë që le. Kam i pyetje Francesco, gjithë të produkte, një valigje më e madhe se jotja për Pumën. Pyes veten, po e meriton patjetër se se diskuton askush. Sa kushton të shkosh në pushime me Pumën? Sa të shkon ty para përgatitja? Se me këto vlerat ti e di që bën buj gjithmonë. Të bësh mirë Puma. Sa shkon kjo valigje? Do me thënë, unë nuk e kursehem Pumës, një udhëtim i joni mund të shkoj 290, 300... Për Pumën kosta. Po për vete? Pja majmë të gjitha edhe vetës, nuk e kursehem. Jo, po sa të shkon? Sa më shkon? Një pushim? Një pushim. Bashkë në të dy në shkon gati 1.1? 1.100.000 euro. 1.100.000 që temi në rekë. Që temi rekë. Se Puma nuk ka vetëm produktet. Ka dhe atje. Po duhet një hotel që është misor me kafshët. Në një guid, më thetë. Po mirë, se besoj Francesco...
Oke. Të japim dhe ushqimin, a? Francesco, besoj pushimet janë një fundjavë, apo jo? Tashmë janë një fundjavë. Janë një fundjavë, Ne mirë. çdo fundjavë jemi në për aktivitetet të ndryshme, jemi në për male, jemi në përdete, ne në faqen tonë të Instagramit promovojmë vëndet të ndryshme. E kemi parë, po. Neve kemi shumë vënde këtu afër që pjesa më e madhe nuk i din fare. Dhe mund të shkohet me 4 putroshin. Mund të shkohet me 4 putroshin dhe pa harxuar edhe shumë. Pam sistemohesh 10 minuta larg Tiranës. Edhe E di pse pyes sepse nuk është fundjava kostoja. Duhet të di sa është kostja mujore që ti harxhon për pumën. Tash unë kostën mujore kam cekur. Po kam përshtypjen është rritur. Kam përshtypjen është rritur. Inflacioni. Jo, aty. Sa? Aty. Sa? 500 nuk e luaj më, sepse është kjo një herë në 8 muaj. Okej. Sa mund të kushtoj kjo? Kemi Next Garden, është çdo muaj. Kemi trajtimet veterinare. Kemi ushqimin, unë jam qiki fiksuar me ditat e pumës, për pos fakt të kokrave, unë jap gjëra shtesë, jap konserva, do me thënë neve vetëm blejm. Dhe mund të ambash një qenush me pak lek, por... Shihet shkrua, jo? Populli dashur, Francesco shpenzon për pumë 500 euro në muaj, vetëm për 4 putroshin, 500 euro. Ke parasysh ku një qenie të shpëton? Se meriton. E ke treguar historinë, në fakt, e ke treguar historinë që puma ka ardhur në momentin... Njerëzit tani të fillojnë, në puma? Oke, përshëndetje. Francesco, po avioni pushoni vetëm ju të dy, apo ju shoqëron edhe dikush tjetër? Na gjithmonë jemi të shoqëruar. Gjithmonë? Dashamirës të pumës, dashamirës të pumës, neve bëjmë grupe shumë buka, neve shkojmë qift bashkë me pumën, por gjithmonë jemi të shoqëruar. Gjithmonë jemi të shoqëruar. Vetëm xhirot tona nga liçeni janë unë dhe puma, për atë qetësinë tonë mbas punës, mbas rutinës, por gjithmonë fundjava janë grup shoqëror dhe kemi një grup shumë të mirë, apo puma? Ja, po shohim edhe disa video tuaja. Ku ndodheni këtu? Këtu jemi dje në Shëngjergj me Tobiasin dhe Tobias. Këtu jam unë dhe puma duke shkuar tek... Po prapë këtu në Shëngjergj jemi, këtu jemi në Borë. Sa bukur. E shohim këtu, Francesco, e shohim këtu. E kemi afër. Sa bukur. Këtu jemi tek... Vara e Kakunjës më duket. Këtu jemi në Durrës, të Karania që ka ngecur. Unë dhe puma. Francesco, ka puma një të dashur? Mua ka shumë. Ka shumë të dashur? Dias, Flok, Don Juan, ë? dy, që janë dy pastor gjerman, dhe unë them që njëri është i dashur, tjetri është burri. Floki është burri me lek, Tobias është i dashur i me lek, po të dy janë me lek. I ka me lek. Është mirë, është mirë. Edhe astojnë puma është gocë, ja tregojnë publikut. Me kaq kosto sa ka puma detyrimisht. Tobiasin, sërim bashkë të dy. Këtu ishim dje në një zgarë, u knaqem shumë. Po ti ke kohë për vete për dashurinë, se ka shumë histori sa ka... Kam kohë për punën, kam kohë, nuk të ndalon kafsha më besoj. Jo, absolutisht, mendova duke qenë se ka një histori dashurie shumë të mirë. Kjo e gjen, 1 orë, 2 orë, na vjen edhe Floki dhe Tobiasi. Po ne kemi gjithë kohës aty, jemi kështu, kemi një jetë të mbushur. Një jetë të mbushur. Si unë dhe puma jemi mirë, jemi shumë të mbushur. Historia e dashurisë besoj e do shumë edhe pumën. E kemi rritur bashkë, O, sa bukur. Unë kam shumë kohë që jam në lidhje dashurie dhe jemi okej, jemi mirë. Bukur. Tani do t'japim në një gjë nga këta? Dhëmbët ja treguam. Dhëmbët i lam, SPF-n e vendosëm tek putra. Ujë me elektrolite e dham. Ujë me elektrolite e dham, e vendosëm edhe rritin për insekte. Po, kurioztari jam se përse duhet marrë proteina nga kaq shumë insekte për një 4 putrosh. Absolutisht, por është hera e parë që dëgjoja dhe nuk ka asgjë të keqe që ta pranoj. Nuk kanë shumë informacion njerëzit. Ja. Me një. U qua me një herë. Që kanë insekte të fruluara. Po, si çdo ushqim tjetër, ja ku është gati, ja prit pak. Ja, ulo, ja, ulo. Ua, sa e bindur që është. Po herës tjetër të vish bashkë me të dashurit këtu, okej? Nuk mund të vish vetëm. Me Tobiasin dhe atë tjetrin. Kush cili ishte burri? Burri është Floki, i Floki, Tobiasi. i dashuri Tobiasi.
hajde, Puma. Pra, Puma është e marrëdhënie të hapur. Po. Gjelozojnë Flokit e Tobiasi? Janë të dy pastor të fuqishëm, kanë konkurrencë me njëri tjetrin. Hajde histori, hajde. Edhe ti si një babaj devotshëm që je, e ke lënë... Shoh jetën e vetë. Është rritur mjaftuar. Po jemi në një udhim, vjen tek unë dhe o Puma, pa i zotin, i kishif jetën tënde. Ikshi jetën tënde, boll ndaj të bashkë të dy. Në natyrë, në gjitha të Sa vjeç është tani Puma? Puma është 4 vjeç tani. Do bëj 5, do t'i bëjmë ditëlindje. Do i bësh ti me ato ditëlindjet e tua të Pumës që janë sensacion më vete. Urojt na ftosh edhe ne të dy, aq interesante i bën. Patjetër, juve tashmë kjo studio për mua është shumë e veçantë, e kupton se dalja ime e parë ka qenë këtu. E drejtë, po. Unë juve ju dua shumë sepse juve jeni shumë profesional dhe ma keni bërë mua më të lehtë intervistën, studiot e tjera, edhe daljen në faqen time të Instagramit. Po sigurisht. Do me thënë nisi këtu çdo gjë, e kupton? Shumë faleminderit që gjithmonë rikthehesh te kjo piknisje jotja. Ditëlindja e radhës së Pumës kur është? Besoj se do jetë në det këtë radhë. Në det? Një arsye më tepër syrian për të festuar edhe ne. Çfarë date? Në një javë. Në një javë? Po do vim. Jo, do vim. Duhet vini. Jam i lirë, nuk e... Se mos vjen në studio dhe ka kaluar ditëlindja Pumës dhe s'na fton, kjo është lojë. Puma, në ditëlindjen tënde të radhës. Çfarë date e ka? Po, çfarë bori e ka në nëntor. Në nëntor, s'ka gjë, ku jemi? Vishemi, nuk jemi keq kështu. Shumë mirë, Kjo shumë është mirë. lodra e Pumës, kjo është lodër apo stafat për qenush. Përbërja e kësaj lodrës nuk i dëmton as mukozën dhe as dhëmbët. Dhe prandaj është kjo duket si një lodër fëmijësh. Duket si një avokado, por jo. Si një avokado fëmijësh, por jo është lodër Për edhe e dashka vërtet është lodra e saj, e marrim gjithmonë me vete dhe e do shumë. Çfarë kemi lënë Bëj çfarë bëj, vajti dhe e mori. Çfarë ne kam vetë? Kokrat i treguam që janë me drerë dhe janë sensitive. Insektet i hëngrëm? Insektet i hëngrëm. Sneksat. Okej. Sneksat që kemi këtu. E di çfarë kam me merak gjithashtu pasi t'i japim sneksat dhe t'i tregojmë sneksat. Sneksat mund t'i japësh ti Syrian? Po, se tashmë u miqësuan mjaftueshëm. Po kur sëmuret Puma? Çfarë bëhet në këtë rast? Zotit, s'kemi pasur në një gjë tani, wow, po kur smuret Puma ngrihet gjithë shtëpia, duhet të shkojmë në spital. Pra, unë kam dëgjuar, pra ti shkon në një spital 4 butroshësh, apo jo? Sepse unë kam dëgjuar që kafshët, sidomos qenë, arrin ta gjejnë atë kurrën e vet në natyrë, në herbe, në bimë të ndryshme. Sa vërtet është kjo? Apo ti nuk e lejon, shkon më njëherë tek veterineri? Dgjoj, kafshët që janë në natyrë kanë imunitet, mendoj unë. Dhe kafshët në natyrë jetojnë dhe shumë pak, po ta vësh re, plumbi që unë kam rritur, për pyeta ChatGPT-n sa vite jeton, në gjendje të lirë thoshte çati jeton 4-5 vjet më pak, sepse ka rreziqe nga grabiqarët, ka rreziqe nga smundje. Kurse një kafshë rritet në ambiente shtëpie me kujdes nga partneri ose pronari i saj, ka jetë gjatësi se të çohet tek doktori, i merren, bën vaksinat, bën antiparazit, këto janë shumë të rëndësishme. Antiparazitarët, problematika më e madhe janë parazitët. Po sigurisht. Paraziti, mushkonja leishmaniozës, sjellin problematikat më të mëdha. Unë kam 4 vjet që Pumës nuk janë ndaj këtë çdo muaj dhe kam 4 vjet që Pumës nuk janë ndaj këtë çdo 8 muaj. Kjo unë jam mbaj 5-6 muaj dhe ja ndroj, por kjo e ka 8 muaj dhe është waterproof, ajo mund të futet në liçen, mund të ndet dhe nuk e humbet. Francesco, një moment shumë i vështirë është kur ke një 4 putrosh, kur ty të duhet të ndahesh për pak ditë apo unë kam gjetur zgjidhje. Ti ke gjetur zgjidhjen që udhton që të kos me të, por po marr shembull në rast të duhet largohesh. Unë marr me vete. Çfarë bën? E lën në day care, më kupton? Puma vjen në mua dhe në punë. Vjen me ty në punë. Patjetër, ajo nuk rrin në shtëpi. Unë punoj, ajo rrin day care. Sepse unë tashmë po punoj me 4 putroshat. Po. Edhe po kur pushon pa të ndodh, pushosh pa të? Më ndodhi që të thash kur isha radhën e kaluar. Ishte një takim shumë. Po ajo ishte hera e parë dhe duhet ta mësoj pak të keni ndonjëherë edhe distancë. Të ketë atë autonominë e vet. Po e lash në hotel dhe shumë mirë ishte. Kur e takove sërish, është moment i rëndësishëm. Ishte shumë moment i bukur, unë kisha filmuar atë se kaloj
Dhe ishte një sikur kishim një vit pa u parë, qenit i duket edhe gjysmë dite. I duket sikur shumë i ke një jetë, po. Sepse ata ne kanë, më kupton sytë atyre të kneja. E vërtet. Puma po e shijon këtë qëndrimin apo? Patjetër, nuk ajo të ka shumë gjambile sepse po rrihet këtu këty. Po ta bësh re sepse kafsha nuk ka njeri tjetër, përveç njeriu, Zoti i qenit jam unë. Ajo mua më shikon drejtë në sy se thon njerëzit si e mban në shtëpi, pse e bën këtë. Ajo ka nevojë për mua. Unë jam i Zoti vetë. Edhe ti për të. Unë patjetër. Dashuria është e pamatë. Por ajo ka nevojë për mua, për çdo gjë, për këto gjërat, për atë të dalën, për atë të shijuar, dhe pse jo mos ta shijoj, kur e mora, e mendova shumë mirë. Më kupton? Dhe para se ta marr. Dhe ke thënë kushdo që të marrë një katër putrosh, bën mirë ta mendoj mirë. Jo ta marr tani dhe ta hedh në rrugë për një muaj. Nuk është normal. Francesco, i bën masazhe Pumës? Tash s'ka dalë, mund dalë. Shi shkoj tek vendi i saj. Po, ka është shtroja e. Pra, mund të dalin masazhe për katër putroshët, por në momentin s'kemi apo. Në momentin nuk ka. Për të kuptuar nëse ka ndonjë kontraktim muskulor. Është dikush që e bën, e ka parë dikë që është shumë viral që e kam parë, është i huaj. Është i huaj, po. Ai është kiropraktik për katër putroshë quhet. Fizioterapi edhe çdo kafshë mund të ketë. Mund të relaksohet. Por në Shqipëri nuk është akoma si teknikë. Në Shqipëri s'ka shumë gjëra. E vërtet, tani ditëlindjen ja kemi bërë, ditëlindjen doja bëjmë në jatë, thamë, për pushime dërguam punën. Fejesën ja kemi bërë. Fejesën, s'ka nevojë të fejohet, është një vajzë një marrëdhënie të hapur, nuk e di. Jo, ajo erdhi pas martesës. Nuk e di se çfarë do ndodh tjetër me Pumën, po këtu jemi ne ta dëshmojmë historikun. Ke ti ndonjë dëshirë se çfarë do ndodh tjetër me Pumën? Do një merak? Çfarë do t'i bësh? Një udhtim të largët? Duhet të më sjelli lulet mua në altar. Wow! Do të sjellë lulet ty në altar. E bën ajo. Ajo është dog service, ajo ndihmon njerëz. Pra ti do martohesh se gjithmonë jemi marrë me Pumë, por nuk jemi marrë as pak me ty. Ti do martohesh? Ndoshta këtë verë. Ndoshta këtë verë. Do t'u ftoj të dyve, do vi. Wow, me shumë kënaqësi. Në jaftë dhe martesa? Në jaftë. Bukur shumë. Bukur shumë. Iliria. Po lulet i sjellim ne të dy, nuk është nevojë. Të mundosh Pumën. Perëndi bëjmë mbar për të gjithë nesa që ka Puma. Jemi bërë aq miq me njëri tjetrin, sa realisht dim shumë të shka dhe vërtet uroj më të mirën. Edhe ty në zemër. Shumë të mirë. Dhe juve meritoni, unë me juve flasë kështu sikur jam kafe, nuk kam problemi fare. Harrojmë që jemi një ekran kombëtar. E rëndësishme është që e shijon. Unë mendoj që shumë e shijoj. Të dalin këtu, për shembull sot neve erdhëm në një udhtim të bukur, me valigje, me gjëra dhe mua më duket sikur do shkoja në një udhtim një avokado. Avokadoja sapo s'është më avokado, filloi të konsumohet. Puma e shijoj kohën e saj. Bravo. Pse e prishe? Shiko tash këto. Shiko. Pse e prishe? Pse? Lëshoje? Ja. Pse e prishe? Më thuaj. Fal. Deshte. Donte, Francesco, ne të falenderojmë shumë. Kënaqësi gjithmonë. Një bisedë shumë e këndshme. U njohëm pak më shumë me Pumën, ja prezantuam dhe publikun, mbi të gjitha i treguam se si është të jesh një katërputrosh i cili jeton në një jetë luksi. Sigur të ishte katërputrosh kryeministri. Jetë luksi, kështu do ta quaj. Jetë luksi. Që bën një jetë luksi. Francesco, ti ftesa mos harro për ne. Quajtë edhe qeni që flet, sepse kur Pohon, thot. Pohon, konfirmon. Apo jo Puma. Bravo. Ju përshëndes. Me si pres të takohemi në ditëlindjen e Pumës, edhe në ty, edhe në dasmën tënde. Me shumë kënaqësi. Në jatë, patjetër. Gjithmonë me pritur. Kthehemi vetëm pas pak. Ka vjen shumë keq që do duhet përshëndetemi me Pumën dhe Francesco. Qëndroni me. Pafshim. Pafshim.